Fordon me Friends. Beati është në Instagram, por ju doni ta ndiqni se ne sa u bëm shok edhe shok në Instagram. Po, më janë shtuar, isha 12.000. Ke menduar ti është dhe kështu influencer se je goxha simpatik. Po, un kam ca foto në Instagram, po ti shohësh çik më poshtë, që doja të bëhesh influencer, po isha me maskë, me një maskë qeni. Edhe kam pasur periudhë që nuk postoja fotot mia fare, vetëm postoja me maskë edhe doja edhe kur shkoja. Ishte kështu si misterioz. Po, edhe kur doja të shkoja në evente, të shkoja me maskë. Edhe unë e dhash si propozim që të futesh në Big Brother me maskë. Okej. Po sta pranoj njëri. Po nuk do haja dot. Po jo, po edhe një djalë simpatik për tu parë, pse do ti të fshihesh pas një maske? Po, se di. Më pëlqen më shumë. Është artist, po mirë, pra, artistin aty te studio. Si kalove nga skulptor në fotograf? Se ne dim, mos kujto se je piktor. Si është ajo, mos kujto se je si ka qenë një kështu, je thjesht spektator. Një gjë e tillë, tani nga skulptor në fotograf. Un kam qenë në Akademi të Arteve dhe kam pas një shok që nëse mbani mend ditën më parë ka qenë një në për lokale, vinin ca çuna bënin foto në për pabe, till late quhet. Po. Edhe ky djali e kishte hapur këtë gjë dhe kishte nevojë për një fotograf. Edhe erdhi dhe mund tha, ti merr vesh nga kompozimi, merr vesh nga ngjyrat, vetëm shtyp butonin se më duhet një fotograf. Okej, thash, për ndihmuar. Po kjo nuk do të thotë që dhe ne mund të bëhemi kështu. Jo, unë bëra fotograf, unë pastaj u bëra fotograf nga inati, sepse shifja fotot si bëheshin jashtë, edhe thosha, po mirë, njërin aparat kam dhe unë, pse s'po i bëj dot si këta. Edhe nga inati pastaj mësova. Sa vite ke që merresh me këtë punë? Që besoj një 10 vjet bëhen tash. Cili është personazhi më, domethënë, na rendi disa emra që ti ke punuar edhe që janë sjell mirë dhe ti ke realizuar foto të bukura. Po edhe ata që mund të kenë të mos janë sjellda, ishim. Kam pasur shumë vipa në përgjithësi, po ja ta shoh te Instagrami im se u bë shumë edhe që kam bërë gjatë gjithë kohës me modelet. Po, shumica e modeleve kanë bërë foto, po. Gjithë këto goca që kanë qenë në Miss Univers, kanë bërë po, edhe të Miss Shqipërisë, unë kam bërë 3 Miss Shqipëria dhe 5 Miss Univers, 6 Miss Univers, kështu që nga 30 goca për secilin event, bën 200 goca kështu. Okej. Këto 200 goca vetëm fotografi. Patjetër. E tha pra, është serioz. Nuk e ngatron punën me jetën private. Dakor. Për shembull kam bërë me profesionin thash. Arbana si bëra foto në fundit për një festival që ishte Albana Osmanit. Kam bërë të ndryshme, hajti kujtoj tash, Besës. Kokdima. Besa Kokdima, po. Po ne të dyjave kur do na i bësh? Kur të doni juve. Sa është pazari? Pa pagesë. Ai bëjmë sa foto për emision, nuk është keq. Tani Djola do na sjellë ushqim falas. Beati do na bëj foto falas. Kë pres me Efi do na lyej, do na grimoj falas. Luizi do na ndonjë ikon. Po. Olta, tullu dhe njëri tjetri llaçin edhe do na fal. Cili ishte për ty njeriu që ne e shohim ndryshe jashtë, po ndryshe është brenda. Ti the pak më parë që Luizin e mendoja pak më arrogant ose ftohtë, po do doli realisht ndryshe. Si do ti përkufizoje disa prej banorëve? Domethënë, çfarë mund na thoje për njërin apo për tjetrin në sytë tu edhe në marrëdhënie me ty? Edhe ndoshta kë do kesh mik kur të dalin jashtë prej tyre. Atëherë, Jonën po, se me Jonën u futëm bashkë dhe Ermionën po. U futëm bashkë dhe mësuam ku ishin gjërat në shtëpi bashkë. Cinema. Po, edhe ajo para se dilja unë më tha, ti nuk e për dalë, tha, o shkojmë bashkë deri në fund, o dalim bashkë. Edhe rastisi dolëm bashkë. Pastaj marrëdhëniet e tjera kam pas me Tanin, që qeshja gjithë kohën, se Tani nuk fliste shumë, po me mua fliste dhe po, patëm një marrëdhënie shumë të mirë dhe qeshim shumë. Okej. Me Luisin, po, që do jem shok, me Oltën nuk besoj se do jem shok. Sepse ka qenë shumë e ftohtë, është sjell shumë ftohtë gjatë gjithë kohës, edhe kur I kam thënë që nuk më ke folur, pse nuk të ka pëlqyer, nuk I ke pëlqyer, si është puna? Nuk e mora vesh kur, edhe kur ja shpjegova që ju s'keni ardhur të takoni, nuk keni sjell shumë me mua. Jo, po ti ke fajin, thoshte që ti nuk e ardhur të flasësh me mua. Okej, na këto. Më the tash. Me maestro një të gjë, maestro Armaldo. Mund të ishte edhe pak strategji, nga që ti u afrove më shumë me Luizin. Po nuk ka rëndësi, kur ikin këto vlerat njerëzore, mua nuk intereson pastaj, është strategjia, është loj. Si sillesh me mua do sillem. Okej. Çfarë do të mungoj më së shumti në Big Brother? Nuk ndenje shumë, do doje të rije më gjatë?
Po. Po shumë gallat. Po, mirë. Po. Kështu e parë nga, domethënë e përjetuar nga ty, pa presione, pa anse, Mua pëlqente sepse kishte lojra dhe duhet mendoje gjithkohë si të dilje mirë, si të bëje, domethënë jo manipuloje, po për shembull me Luisin ne bënim plane gjithkohë, nuk lejohet. Domethënë nuk lejohet të flas për mënimin, po plane domethënë mund të bësh. Edhe kishim bërë plane për shembull kur Armaldo Silla i keq edhe e pam që kishte këto sillet jo të mira, nxehjet, edhe bënim plane se si do e nxjerrim. Edhe natën e parë ose e dytë, ai plani që ka qenë natën nuk e di a është parë që donim të bënim një zarf, të krijonim një zarf të zi. Okej. Edhe t'ja linim aty me emrin e vet, që sa juam morën një letër. Po, e mbaj. Edhe këto gjëra janë shumë fan, edhe që mundohesh brenda shtëpisë të krijosh ca gjëra që nuk i ke mundësit, po i sajon. Duhet të jesh kreativ për t'ia kaluar sa më mirë dhe jo agresiv. Një nga eksperiencat më të bukura që ke patur deri tani? Po, në gjitha këto vite po, sepse u bë 10 vjet që unë bëj vetëm foto, nuk kam bërë asnjë gjë tjetër kaq fan. Për çfarë do të shërbej ty Big Brother? Ti e ndan jetën mes Shqipërisë dhe Italisë, ke dhe planet e tua artistike atje. A është një gjë shumë e mirë në CV-n tënde të thuash unë isha pjesë e Big Brother Albania dhe rrugtimi im ishte kështu ashtu? Po, kjo po më ka ndihmuar edhe të kuptoj më shumë njerëzit. A të ka ndihmuar edhe në plan personal. Kur je ty brenda rrinë i studion, edhe e shef si sillen. Kur je në ditë normale mund t'i shohësh për 1 orë si sillen edhe kaq. Kurse aty kur i ke 24 orë, po mirë ja kështu në plan personal, për çfarë të ka ndihmuar më shumë? Për të njohur njerëzit. Për të njohur njerëzit, për të njohur unë me publikun më shumë, edhe për të kuptuar që jam njeri që ditë flas, ditë artikulojm, po nuk e tregova aty, po e kam treguar më vonë mbasi dola nëpër emisionet edhe nëpër këto, edhe që jam njeri i mirë. Po ky është fakt. Edhe që nuk jam aq Don Juan sa mendojnë gjithë. Prit se tha, jo aq Don Juan, po sa je? Nuk jam dhe aq, jam normal. Nga 20 vjeta sa je? Jam normal. Nuk jam shumë, se mendojnë se jam shumë ekstrem që që bën nami ti nga që bën foto. Po pra nisur nga profesioni ke punuar me vajzat nuk është aq modele. Me gocat që janë aty për shembull kur të dalin, cilës do mund t'i bëje një set, ndoshta shumë sensual. Pra njerëz që ka të parë të fytyrës, njerëz që ka vetëm një emër sa më shpejt. Nuk e di, po e di që kam lënë se fola sot me Ermionën që t'i bëj foto sa më shpejt. Ermiona është një super modele për foto. Dhe është gocë që guxon, besoj jo. Nuk e di. Ta shohim, po inshallah. Shkojmë prapë në publicitet dhe inshallah flasim pastaj. Max Optika, rrjeti më i madh i dyqaneve optike në vend, ju fton të zbuloni zgjidhjet ideale për shikimin tuaj. Mbroni syt tuaj me cilësinë maksimale të xhamave Hoja dhe Essilor. Vizita okulistike nga specialistë huaj dhe gjithçka që ju duhet për shikimin tuaj e gjeni vetëm në Max Optika. Dukuni akoma më bukur me markat e mirënjohura të syzeve të diellit, si Gucci, Chopard, Versace, Ray-Ban, Police e shumë të tjera. Max Optika, shumë modele, shumë zgjedhje. Pardon my friend. Me Beatin jemi akoma, jemi drejt fundit të intervistës, se kishe merak se si do të shkonte një orë me ne. Një orë me ne ikën kështu fluturon. Edhe në radhë. Ka gjëra që si ke thënë do t'i thuash? Në përgjithësi, për eksperiencën tënde në Big Brother. Jo, vetëm Cilët sheti finaliste dhe kush mendon se potencial? Unë kam thënë në emision, unë mendoj Luisin dhe Jonën, po Jona iku tash. Kështu që duhet mendoj një emër tjetër. Kështu që duhet të ndryshosh ato që ke thënë? Dyshet fort. Një dyshe, vetëm 2 apo 5 janë finaliste. Nuk e dim sa është janë, mund të jenë 4-5, nuk e di. Po tash Luisi do jetë në finale sigurt. Nuk e di a do arri dot Kiara tjetër. Të shtunë Nuk e di tani këtë, po tani Olta do jetë në finale, me sa pam që shumë edhe ajo është lojtare fort, po do jetë në finale.
tani kush janë lojtarët e tjerë? Maestro, e se I ka unë për pak memoria. Kristi, Kristi. Maestro po usoll siç usoll javën e kaluar, nuk shkon finale, po Bigun se jetën e Kristi, si të duket Kristi? Tani me këtë lidhjen Kristi unë thash është bërë shumë I qetë. Edhe kur u futa unë atje Kristi futeshe në muhabete, hynte, ndërhynte. Që kur ka pas lidhje që kur lidh me Kesin është shumë I qetë edhe më I tërhequr. Më I tërhequr në bisedat e dëgjon shumë Kesin, gjë që më çuditi sepse kur në fillim para se të ashu që po njiheshin bënte kështu si njish, si interesante kështu. Kurse nga fundi sikur u zbut vali çfarë thoshte Kesi bënte Kristi, kështu që mos më prekni. Kështu që nuk e di tamam për Kristin, po edhe mund të jetë Kristi në finale. Ndoshta mund të jetë kjo Bërthama që është folur të shkojë deri në finale. Okej, ti do votosh për të preferuarin tënd? Po patjetër. Që është Luizi. Po nga ajo 4 sigurisht. E tha Bërthama. Si komenton daljet sot? 2 dalje në një ditë nuk kishte ndodhur asnjëherë në historinë e Big Brother shqiptar, ndoshta jashtë ka ndodhur, po edhe jashtë nuk ditë kemi informacion. Jona ka qenë impulsive në përgjithësi për gjërat që thoshte. Nuk e tepronte ndonjëherë. Ka pas raste që e ngrinte çik më shumë zërin, po është e vërtet, po kur doli ai zarfi dje që u ta lajmërimi, unë kisha Ronaldo ngjitur aty në Prime dhe I thash Ronaldos shife tani se do I sulen gjithë Jonës, sepse din që ajo nxehur, ajo nxefet edhe ashtu ndodhi. E acaruan, doli nga vetja se gati ishte. Në fakt nuk është se I thanë ndonjë gjë të madhe. Po nuk donte shumë ajo se çete Prime ishte nxehur me Oltën. Po dëgjoj një moment sot që Luizi po I thoshte më Jona, ti nuk e ke kuptuar akoma që kjo është një lojë nervash, pra duhet të qetësohesh, sepse ndoshta nuk është fare që e kanë personale me ty në këtë sens. Është shumë e vërtet. Një gjë që kanë vënë duhet të dish të kontrollosh nervat, dhe ajo filloi më keq, domethënë, në sensin që unë Jonën në fakt e pëlqeja, se kishte ca momente shumë të lezetshme. Domethënë, jo tek pjesa e shpërthimeve kur kalonte në ofendime, po tek kjo pjesa kur tregonte dhe gjëra të pakëndshme që mund të na ndodhin çdo ditë në jetë, I tregonte në mënyrën e saj dhe ishin shumë fani. Edhe mënyrën ndonjëherë se si u drejtoi, po ik moj se s'kam nerva. Domethënë, ti ke hyrë në një format si Big Brother dhe nuk ke nerva. Unë mendoj që shumë e zjati. Me vërtet, mua më pëlqente. Në fakt. Sa ditë. Sa është. Po ka një gjë që unë e kam folur me Luisin, aty e kam thënë, e dim pse ti e bën shumë mirë lojën, sepse ti luan pa emocione dhe kush luan pa emocione e zgjat. Edhe ose luan shumë mirë. Edhe aty pa emocione me sa duket Olta po luan, Luisi luan, Bledi e luan pa emocione. Po të kapën emocionet, nxefesh. Agravon situatën, futesh në për debate edhe kot. Cilat janë tani punët e tua? Do t'i kthesh fotografisë, Shqipërisë, Itali, në një plan të ri që ne nuk e dim. Po, se jemi në fund fare. Është kjo puna e albumit që thash do vazhdoj të merrem. Po, pastaj ka ca ndeshje që do jem në Itali, që janë nga mesi marsit, do vazhdoj me foto. Do vini ju për foto. Patjetër. Do vim patjetër. Edhe banorët kush del do vinë. Do vim sa më afër verës që dim shumë me fustane. Jo, unë them tani se po dolën ata nga shtëpia nuk do na bjerë më radha. Edhe kështu. Çfarë e fundit që cilët çfarë than familjarët, mami, babi, krenar për djalin e tyre apo than, po mirë më çun, pse s'u bëren çik më. Po, ato më ka thënë gjithë pse nuk folë çik më shumë, po ishte e vështirë, gjithsesi në fillim edhe aq shpejt sa u futa unë. Po në fillim nuk ishin shumë dakord, se thanë po ç'të duhen ty këto gjëra, nëse kemi parë ndonjëherë si familje këtë format. Edhe kur dole po i erdhi natë se dole ti. Edhe mami kishte këtë që shqyr që dole, tha se po okej, pëlqeu që isha aty, po tha shqyr që dole se ngela pa gjumë duket pa natën. Në fakt ashtu është për prindrit. Ndodh kjo. Edhe rrinë të tërkohës duke parë. Kur kam dalë unë, mami im kishte rënë 8 kg. Po ti ishesh në 8 kg ti, mucho bi mucho. Dhe e di shumë mirë këtë ndjesinë që derisa flije, thoshte çohesha edhe një herë, se thosha mos është zgjuar ta shoh. Po, dhe mos flet aty në gjë, po. Çuditshme. Është për prindrit është, nuk e di domethënë, është torturë. Ne jemi në pjesën e dytë me Amosin, e arritet ti Amosin? Qëndrove? Jo, do pra Amosi kishte dalë kur ju hyt.
Okej. Nuk e kam njohur Amosin. E pash vetëm Po kështu e njeh si Po njoh se kam parë në TikTok. Mos e ke parë që e kisha si personazh, si aktor në ndonjë. Jo, nuk e kisha takuar. E dija që ishte aktor, se më kishte rastis 1-2 reklama, filmash edhe shok përbashkët, po nuk e njoh si personazh. Ne të urojmë shumë suksese. Shumë faleminderit. Faleminderit që ishe këtu me ne. Faleminderit shumë Beati dhe realizovsh gjitha ëndrat dhe dëshirat që ti ke. Shumë faleminderit edhe ju. Edhe me një nusë. Do thoshte mami, foli mi vajz, foli. Ashtu, atë po mendoj tani. Prap në thënjishi e ti ke kohës. Faleminderit edhe të urojmë shumë suksese në gjitha gjërat që ti bën. Jemi drejt fundit të pjesës parë të programit Pardon My French.